Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen ZG 65 vjeçe banuese në fshatin Razëm, pasi ka kazuar shtetësja MÇ 60 vjeçe banuese në fshatin Reç se 65 vjeçaria i ka dëmtuar rrethimin e tokës pas një konflikti verbal për motive pronësie. Specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë referuar materiale në prokurori për vlerësim, pasi dje në sheshin Rusimall, shtetasi AK 81 vjeç, ndërkohë që lëvizte me biçikletë, është mbështetur në pjesën e pasme të një automjeti të ndaluar, pasi nuk është ndjerë mirë dhe në momentin që drejtuesi ka lëvizur automjetin, 81 vjeçari është rrëzuar dhe përpasoj është dëmtuar. Ai po merr mjekim në Spitalin e Shkodrës. Më datë 8 tetor 2025 ka kazuar shtetasi RRD, 38 vjeç, banues në fshatin Obot, s'është larguar nga banesa bashkëshortja e tij shtetësia KR, 31 vjeçe, bashkë me djalin e tyre 1 vjeç, po punohet për gjetjen e tyre. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.